Të nderuar teleshikues, selamu aleikum. Mirë se vini në ciklin tonë të emisioneve Familja. Sot kemi një nga pikat më nevralgjike të familjes. Pra si tjetë një familje e lumtur në kohën kontemporane që ne po jetojmë. Një kohë e cila karakterizohet nga sfidat, nga stresi, nga ankthi, nga përplasjet, nga debatet e kështu me radhë. Por që të na vinë në ndihmë si gjithmonë në emisionin tonë, ne kemi të ftuar Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Atëherë Hoxhë nderuar, një prelud le të themi pra të këtij emisioni, në përgjithësi çfarë parashihni ju si problemin kryesor që shkakton ankthe dhe tensione në familje? Në fillim, domethënë njerëzit duhet kuptojnë se familja, domethënë është një nga misionet e njeriut në tokë. Pra Zoti i Madh e krijoi njeriu për qenë ndaj tij mirënjohës dhe falënderues, dhe Zoti i Madh e krijoi njeriu për të rregulluar jetën në tokë. Dhe nuk ka rregullator më të mirë të jetës në tokë sesa të jetuarit të njeriut në një familje të shëndetshme dhe një familje të shëndosh. Dhe është një nga synimet e besimit që domethënë familja e shëndetshme, familja e shëndosh, domethënë është synim. Këtë ne nuk do të harrojmë asnjëherë. Mendoj se një nga le të themi problematikat kryesore që njerëzit ose familjet i bën që mos të jenë të lumtura, mos të jenë domethënë komode për kushtet dhe jetën që jetojnë është largimi i tyre nga Zoti. Domethënë në momentin që njerëzit largohen nga Zoti, çdo gjë tjetër fillon dhe humb kuptimin. Dhe sa më afër të jenë njerëzit me Zotin e gjithësisë, sa më afër besimit, sa më afër librit të Kuranit, pra sa më afër profetit alayhiselam dhe modelit të tij, nuk ka dyshim se kjo do të çojë në lumturim dhe kjo do të çojë në largimin e krizave, në largimin e problemeve dhe të shqetësimeve. Kjo do të thënë le të themi si një formulë e përgjithshme, po normalisht do të ndalemi në çdo detaj. Pse themeli i familjes duhet të jetë besimi në Allahun dhe jo interesi material? Sipas këndvështrimit islam, kupton? Po, sipas këndvështrimit islam duhet që çdo gjë të nisi me besimin në Zot. Çdo gjë duhet të jetë, domethënë, Zotja i cili, domethënë, është qëllimi kryesor për të cilin ne jetojmë. Pra, normalisht që jeta e kësaj bote neve na bën të lidhim, le të themi, marrëveshje, sepse edhe jeta bashkëtorë nuk është një lloj, le të themi, marrëveshje mes dy personave për të kaluar jetën bashkë dhe për të qenë bashkë edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Mirë po, synimi ose objektivi kryesor është besimi në Zot. Pra, duke qenë besimi në Zot, jeta merr kuptim. Pra nuk është thjesht një interes që me të mbaruar, le të themi, funksioni i gjës, mbyllet kontrata, mbyllet marrëveshja. Jo, ne kemi i synim tjetër më të rëndësishëm që është të arrijmë nëpërmjet martesës të kënaqim Zotin, të arrijmë nëpërmjet martesës të shohim mrekullitë e Zotit, të arrijmë nëpërmjet martesës të lëmë në këtë botë njerëz të tjerë të cilët do të adhurojnë Zotin. Pra, si në çdo gjë tjetër, besimi është thelbi dhe është shtylla dhe është, si më thënë, është esenca e çdo gjëje, edhe në jetën bashkëtorë, besimi është esenca e çdo gjëje, sepse jeta bashkëtorë nuk është një fushë me lule, jeta bashkëtorë nuk është vetëm, le të themi, pralla dhe jetë romantike. Jeta bashkëtorë ka dhe sfida, ka dhe hadhe, ka dhe siklete. Në momentin që njeriu do të ketë Zotin dhe besimin në Zot, do të jetë i gatshëm që sfidat, hallet, sikletet dhe streset që sjell familja ti interpretoj me besimin e tij në Zot. Pra, ti komentoj me besimin e tij në Zot. Do të thonë, në momentin që është besimi në Zot, në momentin që është lidhja me Zotin, unë mendoj që lidhja në jetën bashkëtorë është shumë më e fortë, bashkimi është shumë më i fortë, e si pasojë, do të thonë, do të jetë një fuqi shumë e madhe për të përballë me jetën dhe me sfidat e jetës. Njësoj si në çdo, le të themi, sferë të jetës. Që ti jesh një hoxh i suksesshëm, do ta kesh shumë besimin e fortë. Po që ti jesh, le të themi, një udhëheqës i suksesshëm, do ta kesh shumë besimin e fortë. Po që ti jesh, le të themi, në punë, njëri i suksesshëm do ta kesh shumë besimin e fortë. Po edhe në familje, sa më i fortë jetë besimi në Zot, aq më e suksesshme, aq më e mbar, aq më e bekuar, aq më marrësi, sepse çdo gjë rrethohet tek Zoti. Pra, çfarëdo që të ndodhi mes dy bashkëshortëve, në fund fare themi prit se jemi pra hatër të Zotit.
hajt po e kalojnë për hatër të Zotit, hajt po e falin për hatër të Zotit. Janë shumë gjëra që ndodhin në jetën bashkëtorë që kur futet Zoti në mes anashkalohen, tejkalohen, si me thënë, bëhen më të lehta për të kapërcyer, bëhen më të lehta për të kapërdir, sepse është besimi në Zot, pra hatri i Zotit. Pra në momenti që është hatri i Zotit, në momenti që është besimi në Zot, unë mendoj se le të themi shumë dilema, shumë debate, shumë konflikte kanë përtushuar. Pse? Se për hatër të Zotit, për hatër të Zotit. Dhe ne besojmë se kur diçka e lejmë për hatër të Zotit, kur diçka e anashkalojmë për hatër të Zotit, kur diçka e kapërdim për hatër të Zotit, ne kemi atë besimin se Zoti do të na e kompensojë. Pra do të na japi Zoti kompensim për këtë lloj, le të themi në thojza, sforcimi që ne bëjmë për hatër të Tij. Pejgamberi sa më ka thënë, kush e bën diçka për hatër të Zotit ose e lën diçka për hatër të Zotit, Zoti do ta kompensojë më së miri në krahasim me atë që ai ka humbur se sa po ta ndiqte sipas mënyrës së tij. Kështu që besimi në Zot është shumë i rëndësishëm, sepse ty të lejon të kalosh, le të themi, të kalosh mekanizmin, dhe të shkosh tek qëllimi. Mos të merresh me segmentin, po të merresh me paralelen. Pra, në momentin që ne kemi besimin në Zot, këto gjërat, le të themi, siç themi në gjuhën popullore, cicmicet që ndodhin i anashkalojmë. I edhe mas shpinën, pse se po vëlla po pretani se për hatër të Zotit, për hir të Zotit, unë mendoj që, domethënë, në jetën bashkëtorë është tepër e rëndësishme kjo gjë. Në fakt duket sikur kjo që ju tha dhe shaj që përmbledh njerëzimin, pra idealizmi, le të themi, për hir të Zotit, pranon sakrifica. Kurse interesi i sakrifikon dhe antarët e çitit për interesin njerëz palë, domethënë është në thelb përplasje filozofike çdo lëvizje njerëzore. Por me që jemi këtu, ne shpesh gjejmë për të ardhur këtë pyetje radhës, që dy ortak në biznes për shembull ndahen, ose një sipërmarrje, ose dy miq dhe ke martesa, dhe pyetja është, ore, me çfarë qëllimi u bashkut? Pra sa ndikon njeti në qëndrueshmërinë dhe lumturinë familjare? Domethënë, ne gjithmonë e themi që njeti është shumë i rëndësishëm në çdo gjë, edhe për të pranuar një adhurim, po edhe në jetën bashkëtorë, njeti, qëllimi, ore, për çfarë po lidhemi? Qysh në fillim? Domethënë, në momentin që ne kemi një synim përtej kësaj bote në lidhjen tonë, përderisa ne kemi qëllim përtej interesit personal në lidhjen tonë, çdo gjë tjetër pastaj merr kuptim, po edhe nuk i kushtohet, domethënë, nuk rrim duke u kap në gjërat e vogla, sepse kemi qëllim tjetër. Pra nuk është jeta bashkëtorë, domethënë, një jetë thjesht seksuale, shtrati. Nuk është jeta bashkëtorë një jetë thjesht që ndajmë detyrat dhe bëjmë jetën, jo, është më shumë se sa kaq. Kemi një qëllim tjetër në jetën tonë bashkëtorë shumë më të rëndësishëm se sa, le të themi, këto copza të jetës. Kështu që një qëllim i pastër, një niyet i mirë, domethënë, do të thotë forcë dhe fuqi për të vazhduar pa shkëputje. Siç e përmendet ju, domethënë, le të themi, kur dy njerëz janë ortak dhe nuk ka sinqeritet, do të vijë sado që të sforcohet situata, do të vijë një moment që do të ketë shkëputje dhe çarje dhe krisje. Në momentin që ndoshta punët në kompani nuk shkojnë mirë, po ortakët janë të sinqertë me njëri tjetrin, të pastër me njëri tjetrin, kjo kompani do të vijë dita që do të ngrihet shumë fuqishëm dhe do të ketë sukses. Ose edhe ashtu po do të vazhdojë deri në fund. Kështu që edhe jeta bashkëtorë, domethënë, momentin që është pastërtia mes tyre, momentin që është sinqeriteti mes tyre, momentin që ata me njëri tjetrin janë shumë të pastër, janë shumë të sinqertë me njëri tjetrin, ti je i sigurt se nuk ka gjë që mund ta thyj këtë lidhje. Në momentin që fillojnë, le të themi, në momentin që fillon humbja e sinqeritetit, le dalim në gjëra konkrete. Çdo thot sinqeritet do humbja e sinqeritetit. Në mënyrën se si, le të themi, tregohen gjërat, në mënyrën se si thuhen gjërat, në mënyrën se si njëra palë i fsheh gjërat nga pala tjetër. Domethënë, në momentin që fillon dhe kriset dhe humb sinqeriteti, ajo do ta japi diku shpërthimin, do ta japi diku. Për këtë arsye, përfitoj nga rasti, domethënë që bashkëshortët, sidomos pra në një lidhje të suksesshme, duhet që të jenë shumë sinqert me njëri tjetrin. Ti thonë gjërat ashtu siç janë, ti tregojnë gjërat ashtu siç janë. Edhe pse për momentin ajo gjëja mund të ketë një efekt, le të themi, të rënd, apo pala mund të vuajë diçka, më mirë me një sinqeritet dhe pastërti, dhe do të ketë me shpresë Zotit, domethënë,
vazhdueshmëri, sesa duke bërë hile dhe duke mos me qenë sinqert me njëri tjetrin, dhe ajo pastaj do të zbulohet diku, do të dalit diku dhe do t'japi shetëve. Pra ne mos harrojmë qëllimin kryesor. Qëllimi jonë kryesor është që në këtë botë jemi përkohësisht, në këtë botë kemi ardhur për të qenë mirënjohës dhe adhurues të Allahut. Dhe gjitha këto gjërat e tjera janë në shërbim të kësaj. Përderisa niyeti dhe qëllimi është ky, dhe përderisa, domethënë, funksionon kjo gjëja, me shpresën e Zotit edhe gabimet do ta anashkalohen, sepse përse kemi qëllim tjetër. Pra nuk është puna e bëre apo nuk e bëre, e bëre detyrën ashtu siç duhet apo nuk e bëre. Ne kemi synim tjetër, ne kemi i qëllim tjetër. Cili është? Qëllimi dhe synimi ynë është të jemi bashkë edhe në botën tjetër. Qëllimi dhe synimi ynë është që ne të lejmë në këtë botë, siç e përmenda pak më përpara, adhurues të Allahut. Qëllimi dhe synimi ynë është që kjo qelizë, që është familja jonë, të jetë një qelizë e shëndetshme në të gjitha qelizat që neve na rrethojnë, në mënyrë që të rregullojmë shoqërinë. Në fakt është le të themi simptom që sot për shembull njerëzit martohen, le të themi, ti çoj prindërve një bashkëshorte që t'i bëj punët, të kujdeset për ta. Ose femra thotë të martohem me një mashkull që të plotësoj nevojat, ose le të themi u martu filane pse mos martohem unë. Çfarë do t'i këshilloni këto çifte të cilat pra nuk kanë qëllimin fisnik, le të themi, që ka martesa, por hecin për tradit apo siç e shohin pra mentalitetin e kohës për ta mishëruar atë? Kjo është një nga arsyet që divorcet janë shtuar, sepse domethënë qysh në themel, qysh në piknisje nuk është qëllimi i saktë, nuk është niyeti i saktë. Pra qysh kur ka nis për diçka tjetër. Pra nuk ka nis si një nevojë dhe nuk ka nis për të kënaqur Zotin dhe nuk ka nis për hershmëri, për përjetshmëri. Ne gjithmonë e themi që jeta bashkëtorë është diçka që fillon këtu dhe vazhdon edhe në xhenet. E duke qenë se koha është kaq e gjatë, ajo do të ketë sfida, do të ketë tallë, do të ketë siklete, do të ketë sprova. I mençur dhe i urtë dhe i zgjuar është ai i cili arrin si ti kaloj dhe të arrijë kënaqësinë e Zotit dhe të mbart, domethënë le të themi të jetë, si më thon, që si thot në gjuhën popullore, i hedh sa gjëra mbas shpine, nuk shet çdo detaj, sepse ai ka një synim shumë të lartë, ka një qëllim shumë të lartë. Që i bën ti shohë gjërat në mënyrë më të maturuar se sa të qeni, le të themi, zevzek ose të maturit me gramaturë. Bukur, vjen në një tjetër dimension. Sa e ushqen adhurimet lumturinë e martesës? Pra le të themi namazi, shtëpit, adhurimet e ndryshme. Zoti e thot në Kur'an se lumturia e tij është për çdo mashkull dhe femër që i bindet dhe respekton Allahun dhe dërguarin e tij. Pra është thënë në Kur'an që sa më afër Zotit jetë njeriu, sa më adhurues i Zotit jetë njeriu, aq më shumë do të jetë edhe i lumtur. Po kjo vlen, domethënë, mbi të gjitha në familje. Për këtë arsye Zoti i thot pejgamberit alayhis salam, urdhëroje familjen tënde që të falin namaz. Tregon për Ismailin alayhis salam se urdhëronte familjen e tij për të falë namaz. Tregon se profetët i këshillonin familjarët e tyre të falin namaz. Çfarë do të thotë kjo? Sa më shumë adhurim të ketë një familje, aq më shumë bekim, aq më shumë melajke, aq më shumë mirësi. Domethënë adhurimi i Zotit, përveç se kënaq Zotin, përveç se na bën që të fitojmë xhenetin, përveç se na bën që të shpëtojmë nga zjarri i xhenemit, na bën edhe jetën tonë të lumtur. Ajeti, domethënë shumë i qartë, men amila salihan min dhakarin untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Cili do që është besimtar ose besimtare dhe bën vepra të mira, mashkull ose femër qoftë, do t'i sigurojmë atij një jetë të lumtur në këtë botë. Pra është ajeti shumë i thellë dhe shumë i qartë. Për këtë arsye, për çdo lloj situate që mund të ketë në familje, zgjidhja më e mirë kush është afrimi me Zotin. Unë nganjëherë, kur bëj nikah, marr me vete një sixhade. Edhe them dhurata ime për çiftin është kjo sixhadja. Ju do të pyesni për çfarë është kjo sixhadja. Sa herë që të ketë diçka mes tyre apo diçka që nuk shkon në shtëpi, çuni apo goca, pra dhëndre apo nusja, të falin namaz. Sepse namazi do t'i kthjellojë, namazi do t'i orientojë. Pra sa më afër Zotit, aq më larg shejtanit. Sa më larg shejtanit, aq më
të unifikuar dhe afër njëri tjetrit. Pra ka të bëjë shumë kjo pjesa, do thonë pjesa e adhurimit të Zotit, sepse Zoti e ka bërë të tillë, sa më afër Zotit, aq më e lumtur bëhet jeta. Pra është ajeti shumë i qartë dhe shumë i kthjellët që domethënë e tregon këtë gjë. Për këtë arsye domethënë çifti sa më adhurues të jetë ndaj Allahu xhelaluhu, aq më lart është ndaj kotësive të kësaj bote, aq më pak i vlerëson, le të themi, mosplotësimin e gjërave të kësaj bote, sepse është diku tjetër, e ka prekjen diku tjetër, e ka qetësinë diku tjetër. Dimension tjetër. Kështu që nuk merret me vogëlsina, nuk merret me gjëra koti, pra sepse lumturinë e sheh diku tjetër, bekimin e sheh diku tjetër. Çfarë mund të thoni për kohën që harxhon çifti, le të themi kohën e humbur, pra jo duke dëgjuar apo duke biseduar një bisedë fetare, por duke përmendur për shembull gabimet e skaluarës, gabimet e njëri tjetrit. Pra si mund të lumturohet çifti duke dëgjuar ligjërata fetare? Koncepti i kohës bosh ose i faragut, si themin që për cilën tha pejgamberi selam, dy mirësi njerëzit, domethënë humbin shumë to, shneti edhe koha e lirë. Në jetën bashkëtorë normalisht ne jemi, le të themi, për shembull puna, le të themi zgjat 8 orë, ajde edhe takimet e gjëra 10 orë. Ne pastaj jemi 14 orë me njëri tjetrin. Ky 14 orësh është shumë. Për këtë arsye duhet dim se si ta mbushim. Dhe në jetën bashkëtorë, domethënë duhet të jemi të kujdesshëm sepse o do ta mbushim, le të themi, me punë, o do ta mbushim me shërbim ndaj njëri tjetrit dhe familjes, o do ta mbushim, le të themi, me rregullimet që mund të ketë nevojë shtëpia, o do ta mbushim, le të themi, me kënaqësitë tona, le të themi, ose përndryshe do ta mbetet një kohë shumë bosh, e cila po të shfrytëzohet mirë çdo ditë, do të jetë shumë. Dhe në momentin që nuk ja japim hakun, çdo ditë ajo është humbje e madhe. Për shembull, le të themi, sikur çifti në jetën bashkëtorë, në jetën familjare, 1 orë në ditë, familja të ulej përballë një ligjërate. Familja, domethënë, të ulej përballë leximit një libri, ose të Kuranit, ose të hadithit. Për një vit, domethënë, sikur vetëm 1 orë i thon 365 orë lexim ose dëgjim ligjëratash. Po a di çdo thotë që një çift apo një familje, domethënë të dëgjojë në një vit 365 ligjërata, apo të lexojë për një vit, domethënë 1 orë diçka, zotni, këta do të jenë një familje dietarësh. Këta do të jenë nesër referencë jo vetëm për fisin e tyre, por do të jenë referencë për qytetin ku jetojnë. Pra, ky është një shembull se si koha e lirë në jetën familjare mund të shfrytëzohet shumë bukur dhe fitimi është shumë i madh. Ndërkohë që ne kemi një sfidë të madhe sot që jetojmë, që është sfida e harxhimit të kohës lirë, sidomos në rrjetet sociale. Domethënë, i gjen të shpërndar, i gjen secilin në celular, i gjen secilin në rrjete sociale dhe domethënë njerëzit po largohen nga njëri tjetri edhe pse jetojnë në një kulm edhe në një banesë. Ndërkohë që mund të shfrytëzohet shumë mirë, ndërkohë që mund të orientohet situata shumë mirë, qoftë edhe me dalje, qoftë edhe me shëtitje, qoftë edhe me piknik, qoftë edhe e rëndësishme është të rrim më shumë me njëri tjetrin. Pra, edhe nëse nuk përfitojmë, po të paktën të rrim, të flasim, diskutojmë, të qajmë hallet me njëri tjetrin. Pra, koha është një faktor shumë i rëndësishëm, e cila mund të mbushet pozitivisht për shfrytëzuar, domethënë, mirësi brenda familjes, po është edhe një faktor, le të themi, që mund të humbet negativisht duke humbur shanset e përfitimit nga njëri tjetri. Pra, një fëmijë kur është i vogël mund të përfitojë shumë prej meje nëse unë rri me të. Ndërkohë që ky fëmijë kur rritet nuk ka kohë më të rri me mua, sepse do të merret ai me shokët apo do të merret me mësimet apo me diçka tjetër. Kështu që edhe ne jemi, domethënë, ose ne kemi përgjegjësinë më të madhe. Po kështu edhe bashkëshortët me njëri tjetrin, domethënë, në momentin që le të themi që nuk ka fëmijë, kemi më shumë kohë për njëri tjetrin, në momentin që fillojnë pastaj fëmijët e gjërat, fillon edhe ajo koha zvoglohet. Pra, ta shfrytëzojmë kohën si një faktor i rëndësishëm për cilin ne do të japim llogari përpara Zotit. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "O faragake qabla shughlik", shfrytëzoje kohën e lirë para se të angazhohesh. Pra, ne në jetën familjare mund të kemi shumë kohë të lira,
që nuk i harxojmë ashtu siç duhet, dhe vjen një kohë pas që angazhohemi, edhe themi po pse nuk a thash fëmijëve këtë gjë, apo pse nuk e bisedova këtë gjë me gruan time, për shembull, apo gruaja me bashkëshorten e saj. Kjo në fakt kujton me atë memën që ishte në kohën e Covidit që tha shqyra Covidi njofa njerëz të shtëpisë ishin njerëz të mirë, thasë. Domethënë fenomeni rrjete sociale që nuk që kishte internet se njofta këto të shtëpisë. Po, domethënë ishin. Bukur, bëjmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Të nërë shikues, ja për kur i kthyem sërish në studio. Atëherë hoxhë nderuar, një tjetër shqetësim i madh që bëhet dhe burim pasaj problematikash dhe tensioni në familje, është edhe frika për të ardhmen, frika për furnizimin, e cila pastaj fillon llogaridhënia për shpenzimet, pra parat këtu, parat atje, pse shpenzojmë këtu, pse mos shpenzojmë atje, kështu me radhë. Si mund të le të themi të amortizohet ky lloj problemi që është eventual në çdo familje? Disisht kjo vllajim, kjo është mëshme punë të Zotit. Pra, Allahu është ai i cili ka garantuar furnizimin. Allahu është ai i cili ka marrë përsipër të furnizojë çdo njeri sa të jetë gjallë. Kur ne harrojmë detyrat tona, kur ne nuk bëjmë detyrat tona ashtu siç duhet, fillojmë të merremi me punë të Zotit. Neve Zoti na ka obliguar në Kur'an që ta kërkojmë rrezikun, të lodhemi për rrezikun, pra për furnizimin. T'ja bëjmë hizmetin si thot populli. Pastaj pjesa tjetër është tek Zoti i gjithësisë. Pra nuk jemi ne furnizues, ne duhet ta ndajmë këtë gjë. Furnizuesi është Allahu, nuk jemi ne furnizuesit. Jetën e jep Allahu, nuk jemi ne jetë dhënësit. Jetën e merr Allahu, nuk jemi ne jetë marrësit. Kështu që ne duhet bëjmë detyrat tona si njerëz, ne duhet bëjmë atë që duhet bëjmë ne. Kështu që angazhimi i njeriu i tepërt, marrja e njeriu, futja thellë në për llogarira, në për gjëra, largon edhe bereqetin. Sikur ti, domethënë, po beson se je ai i cili do të menaxhojë situatën. Ne thotë Zoti mirë, merr pra robin, dili në fund, dilja mbar, dilja mban vet. Ndërkohë që njeriu, domethënë, i sheh gjërat në kuptimin, le të themi, në kuptimin horizontal, në kuptimin toksor, punon, lodhet, mundohet, edhe Zoti lëshon bekim, Zoti lëshon marrësi. Ora nuk ka vdek njëri për çapën e bukës, pra me kuptimin Zoti i bën mbar gjërat. Qartë. Pa njeriu duhet të jetë koshient për faktin që as të neglizhoj në bërjen e shkaqeve dhe sebepe për një furnizim normal për familjen e tij, po edhe mos të jetë shumë tahmaqar, mos të jetë shumë lakmimtar. Domethënë pejgamberi alayhis salam e ka thjeshtuar shumë situatën kur tha: kush gdhin dhe ka një streh mbi kokë, ka shnetin dhe ka çfarë i mjafton për atë ditë, sikur ka arrit gjithçka. Pra, ne nganjëherë i ndërlikojmë gjërat, ne nganjëherë i vështirësojmë gjërat, ne nganjëherë mendojmë më shumë se sa ç'duhet, ndërkohë që gjërat janë shumë më të thjeshta. Kështu që edhe kjo puna, domethënë, puna e mënyrës se si shpenzojmë, mënyrës se si harxojmë, nganjëherë ne, domethënë, shpërdorijmë dhe nganjëherë nuk japim atë që duhet japim. Dhe faktikisht ky është fenomen njerëzor, e ka përmendur Zoti në Kur'an. Madje ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam, gruaja e Abu Sufjanit, Hindi, ka ardhur një ditë tek pejgamberi, sa ka thënë: "O pejgamberi i Zotit, ti e di se sa dorë shtrënguar është Abu Sufjani. A më lejohet mu të marr diçka pa e diktaj për vete dhe për fëmijët e mi?" Pra ai dorë shtrënguar ishte sa që as haku nuk ja jepte. Tha pejgamberi sa: "Khudhi ma ikfike wala takun marru." Merr tha aq sa duhet, në fjalë mos e tepro, mos. Kështu që njeriu domethënë duhet të jetë tek mesatarja, mesme art. Tek mesme art. Edhe kjo punë domethënë angazhimi i tepërt të çon stres dhe mos angazhimi normalisht të çon domethënë le të themi në parazitizëm. Kështu që ne duhet të jemi mes të dyjave, as në stres se e ka marrë Zoti përsipër, pas në parazitizëm që të presim çfarë do të na japi bota. Në fakt, duket sikur një tjetër shkak pra që sjell, le të themi, shqetësim familje,
është ripërsëritja e ngjarjeve të shkuar. Dhe profeti selam ka thënë një hadith që mos thoni as sikur sepse i hap derën shejtanit. Dhe ekstremi i dytë është ai ekstremi kur ecin me po sikur të ndodh kjo. Pra, të dyja këto ekstreme duken sikur i hapin derën shejtanit. Vërtet është. Domethënë, shejtani duhet mbajt sa më larg gjitha kuptimet. Kur ne jemi adhurues Zotit dhe kur ne largohemi nga gjunahet e kemi shejtanin larg. Por pejgamberi sa na tregoi nëpërmjet këtij hadithi se një nga dritaret që shejtani me vërtet mund t'ia mbyllim derën shejtanit, po mund t'i hapim një dritar që është dritarja e sikurit, ose e krahasimit, ose e një analize e cila nuk sjell dobi, ose e mbështetjes në diçka që s'ka të bëj me Zotin. Pse? Kur ka ndodhur diçka, do të thotë se kështu e ka shkruar Zoti. Ti tani nuk mund ngresh një shkak të paqen se nuk mund funksiononte kjo gjëja përderisa ka ndodhur kështu. Pra, ideja e të qenit i dorëzuar para Zotit do të thotë ti je i dorëzuar dhe përpara asaj që Zoti ka shkruar dhe ka bërë kader. Kështu që hadithi i pejgamberit që ndaloi sikur po të thotë, kështu pra ndodhi se deshi Zoti, nuk ka më sikur. Në fakt, ai e mishëronte këtë dhe kur fëmijët bëshin një gabim që i qortoshin pa shortë dhe kader Allah. Pra kjo ishte caktimi i Zotit, le të them, e mbyllte dera praktikisht. Thuaj caktimi i Zotit, pra kështu e kishte shkruar Zoti, pra, domethënë, njeriu mund të përfitojë në analizë. Pra, bën analizë edhe thotë, unë gabova ose dështova për 1, 2, 3, 4, 5. Po ti nuk mund thuash sikur ta kisha bërë kështu do të kishte sukses, ndoshta do të kishte diçka tjetër që prapë do ta kishte falimentuar. Pra, nuk mund bësh ti, le të themi një shkak, si më thën, arsye për ndryshimin e kaderit të Zotit. Se nëse ka qenë shkruar për dështim, ajo do shkon në ndështim edhe me këtë shkakun që ti mendon. Pra nuk mund të jesh ti ai i cili, domethënë, gjen shkakun e vërtet të mos funksionimit të gjës. Pra kjo është ideja. Po kështu edhe për të mbyllur derën e krahasimit. Pra, domethënë, se po të bëjshim kështu, sikur të bëjshim kështu, njeriu duhet të jetë i kënaqur me jetën e tij. Njeriu duhet të jetë je i vendosur në fshat, rri i kënaqur me atë që të ka dhënë Zoti. Je i vendosur në qytet, le të themi je në apartament, rri i kënaqur me atë që të ka dhënë Zoti. Ka dhënë Zoti një shtëpi. Rri i kënaqur me atë që të ka dhënë Zoti. Mos bëj, domethënë, sepse kjo do të harxojë energji dhe në fund fare s'ka asgjë, dhe pastaj kalon stres, pastaj kalon, domethënë, problematika, kalon, domethënë, lodhje, në dhimbje koke. Në momentin që ti pastaj merr gjërat ashtu siç janë dhe mundohesh me atë që të ka fal Zoti, ta zhvillosh jetën tënde, për Zotin është shumë mirë. Pra, ne për shembull kemi aq shumë hapësira dhe mundësi në këto mirësi që na ka falë i Madhi Zot të përfitojmë shumë, ta zhvillojmë jetën shumë mirë, se sa të merremi me diçka që nuk është në dorën tonë, edhe pastaj kalojmë stres kot, pa arsye. Është si ajo pra që tha dikush që pse sahabët nuk binin në depresion dhe s'kishin asgjë të lumtur, ndërkohë sot kemi shumë dhe jemi në depresion, domethënë sepse ato kishin ulë pritshmëritë për jetën. Pra, ishin me kam tokë, e njihin realitetin e jetës dhe ishin shumë okay, le të themi, pra duke e njohur siç na ka përshkruar edhe Zoti në Kur'an. Ndërkohë ne sot në epokën digjitale duket sikur jemi magjepsur, hipnotizuar nga ajo që shohim, maksimumi që paraqis rrjetet sociale, dhe themi kjo është jeta, kjo telenovel, ky Hollywood, ky, ndërkohë që Zoti ka përshkruar ndryshe realitetin. Pra, ndoshta këto janë ato problemet. Pra, humbja nga realiteti dhe nga jeta që jeton njeriu dhe të jetuarit me imazhet, domethënë dëmton shumë, domethënë dhe nuk e shijon dot atë mirësi që të ka fal Zoti, nuk e shijon dot atë bekim që të ka fal Zoti. Dhe pastaj ajo që tham e dyta, pra mirazhet ose frikrat e kota, është një temi një si tip anekdote që i tha vjerrit çiftit pse u ndat, i tha sepse nuk dishin të menaxhoshin paratë e tokës. I tha po ju s'keni tokë, po grindeshin po sikur të kishin pas tokë si do i ndashim lekët. Pra domethënë 80% e frikrave dhe hipotezave nuk janë reale. Nuk janë reale. Dhe njerëzit nga frika bëjnë pastaj edhe ndoshta sjellje të gabuara. Pra përveç le të themi krahasimit që thatë ju, hapja e derës sikur, i shtohet edhe kjo pjesa tjetër, pra pjesa e iluzioneve, mirazheve, ose sikur të ishim këtu do kishim ndodhur kështu,
Pra është ajo që kjo është jetë, kështu e ka caktuar Zoti i gjithësisë, le të vazhdojmë kështu pra, duke që të kënaqur me këtë rizë. Ajo fjala ose ajo lutja ose le të themi dhikri profetik që ne themi çdo mëngjes, radhitu billahi rabba. Jam i kënaqur me Allahun si Zotin. Çfarë do thotë kjo fjala, domethënë në realitet? Domethënë ti duhet të jesh i kënaqur me atë që Zoti ty të ka dhënë, ti jesh i kënaqur me atë që Zoti të ka fal, ta shijosh atë mirësi që të ka fal i madhi Zot, ne duke parë shumë nuk shijojmë dot këtë që kemi. Ndërkohë që këtë që kemi ne shumë ndoshta do të dëshironin. Dhe kush shëtit në përbot, dhe kush sheh e kupton këtë gjë. Kush merret le të themi me të varfrit, kush merret me njerëzit nevojë, e kupton këtë gjë. E kupton se Zoti i ka fal shumë mirësi dhe shumë begati. Kush shkon për një vizitë nëpër spitale, e kupton se ka mirësi dhe bekime të mëdha për cilat nuk është dot falendërues ndaj Zotit. Për këtë arsye shkoi njëri tek një i moçëm dhe ankohej. I tha, "O Zotni", i tha, "të bëj një pyetje", i tha, "po". Tha, "Nëse do të jepja 100.000 dirhem, a do të më jepje syt?" Shikimin, tha, "Jo". Po dëgjimin, tha, "Jo". Tha, "Po të ecmen", tha, "Jo". Tha, "Po të folmen", tha, "Jo". Tha, kupton sa milioner dhe miliarder je? Do thonë njeriu duhet të jetë i kënaqur me atë që i ka fal Zoti, duhet të jetojë atë që i ka fal Zoti, duhet ta shijojë atë që i ka fal Zoti dhe kemi shumë mirësi dhe begati që po të dim ti shijojmë, domethënë do të jemi shumë të lumtur. Fund fare, shneti është pasuria më e madhe se ti sado para të kesh, nëse ka aktiv vdekjes nuk e blen dot. Le të themi tek jeta bashkëtorë, or të kesh një grua të mirë në krah, është bekim i madh. Të kesh një burr të mirë në krah është bekim i madh, është pasuri e madhe. Një nga pasuritë më të mëdha që Zoti i jep njeriu në këtë botë është të ketë një bashkëshort të hajrit. E pse mos ta shohim ne bashkëshortin si bekimi më i madh që na ka fal Zoti, apo bashkëshorten si bekimi më i madh që na ka fal Zoti? Ndërkohë që ne jemi me një mirësi të madhe, duam të shohim diçka tjetër përveç. Po ti shijo këtë mirësi të Zotit, që ta ka fal Zoti dhe i falëndërues ndaj Zotit për këtë mirësi, domethënë. A kupton ti që ka akoma njerëz që mund të jenë 40 apo 40 e sa vjeç që akoma nuk kanë martuar, apo 50 vjeç që akoma nuk kanë martuar? Ty ta ka mësuar Zoti një moshë shumë të hershme ndoshta, 25, 26 je martuar, mund të jesh bërë me fëmijë në një moshë shumë të hershme. E kupton sa i pasur, e kupton sa mirësi të ka fal Zoti? Po njeriu është i çuditshëm, domethënë merret me gjërat që mund të jenë shumë larg tij dhe nuk shijon dot gjërat që janë afër tij. Domethënë bekimet që i ka fal Zoti, domethënë në jetën e tij, në jetën bashkëtorë, fëmijët e tij, domethënë do të jetë mirënjohës, do t'i vlerësojmë fund fare. Do t'i vlerësojmë, po. Hoxhë nderuar, falenderoj. Besoj në emër të teleshikuesve që elaboruam disa nga pikat se si të kthehet lumturia familjare, se si të mbyllim vakumet ku lun shejtani me psikologjinë e çiftit, dhe megjithatë se si ta mbushim për këtë vakum me gjëra dobishme dhe në funksion të lumturisë familjare. Gjithashtu, ju falenderoj të teleshikues të nderuar për vëmendjet që na kushtuat. Deri emisioni i ardhshëm, asalamu alaykum.